62 gra janë varë nga familjarët në Kosovë që nga viti 2010, sipas të dhënave të paraqitur në grafik, bazuar në rastet e regjistruar nga Policia e Kosovës. Të dhënat përfshin periudhën nga viti 2010 deri në gusht të vitit 2026 dhe tregojnë një problem të vazhdueshëm të vrasjeve të grave brenda familjes. Numri më i lartë i rasteve është regjistruar në vitin 2018 dhe 2020 me nga 7 gra të vrara nga secili vit. Në vitin 2010 janë regjistruar 6 raste, ndërsa në vitin 2011 5. Nga viti 2012 deri në 2017, numri vjetor ka lëvizur nga 1 deri në 3 raste. Pas kulmit prej 7 rastesh në vitin 2018, në vitin 2019 janë regjistruar 5 vrasje, ndërsa në vitin 2020 sërish 7 raste. Sipas viteve, 2021 3 gra, 2022 4, 2023 4, 2024 3, 2025 1 dhe 2026 3 gra deri në gusht.